Mami ka bërë një aksident ku kanë qenë unë 7 vjeçe. Ai mas aksidentit mamit maksimumi 2 muaj, ai u martu me tjetër. Ai për mua nuk ekziston, ti thuash fjalë pap. Ai dhe robi. Na la 5 fëmijë detarë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Francë. Unë pas pak do ha dritaren për një nën. Është nëna e 5 fëmijëve, është vetëm 33 vjeç dhe quhet Marcela. Ka 3 vite që është larguar nga Shqipëria e detyruar për shkak të rrethanave në të cilën ajo ndodhet në kryeqytet në Tiranë. Por sot Marcela më telefonon dhe kërkon që të jetë këtu në live me Odetën për shkak të nënës së saj, një histori e dhimbshme që nëna e saj Eva ka kaluar, e braktisur nga bashorti. Vetë Marcela ka qenë 7 vjeç ku babai e braktisi, një fëmijëri jo fort të mirë, por të gjitha këto detaje dhe çka kërkon sot vetë Marcela, do t'itë ajo që do na i tregoj, kështu që hap dritaren dhe përshëndes për një herë 33 vjeçaren. Marcela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, unë jam Marcela Tahiri. Po. Ju kam shkruar për mamin time. Po, më erdhi mesazhi dhe e lexova sot në mëngjes. I kam parë gjithë emisionet e juaj dhe i ndjek shumë në TikTok. Edhe të përgëzoj shumë për njerëzit që i ndihmon. Faleminderit. Njerëzit në përgjithësi në Shqipëri, para sa kam jetuar unë dhe po bëj 3 vjet në Francë që kam jetuar. Ti aktualisht jeton në Francë? Po. Njerëzit në Shqipëri, që unë kam jetuar në Shqipëri dhe të kam ndjekur dhe në Shqipëri dhe po bëj 3 vjet në Francë, unë të ndjek ala, e vetmja zgjidhje që është për njerëzit që janë në hall ose kanë diçka, vetmja zgjidhje është që duhet dalin në emision që të kenë një zgjidhje. Mirë. Që unë i kam parë. Unë dua të them diçka me që dole te kjo temë. Në fakt është një fatkeqësi e madhe që njerëzit duhet të dalin në televizor për të zgjidhur problemet. Nuk duhet të funksionoj kështu realisht. Sinqerisht, ma më dhimbë se shumë histori që nuk duan t'i bëjnë publike historitë, por e shikojnë si mundësi të fundit, dritare të fundit, ku duhet të trokasin, sepse shumë probleme që njerëzit kanë, mund të zgjidhin fare mirë nëpërmjet institucioneve në Shqipëri. Dhe kjo është një fatkeqësi, sinqerisht, unë e quaj fatkeqësi këtë gjë, që duhet vini një ekran për të kërkuar ndihmë. Shumë e vërtetë është. Mami ime ka bërë një aksident ku kam qenë unë 7 vjeçë. Do të thënë gjithë problemi është me nënën tuaj. Ti sot ke një denoncim për nënën. Po. Ne jemi 5 fëmijë. Po. Të 5 fëmijët që mami ka, është sta thot Marcela ty, kush e kush vun më shumë në Shqipëri. Nuk ka në deta, janë në mirim shumë të keqe. Në çfarë vendi jeton nëna? Për momentin jeton në Shkoz, ke banesat sociale. Në Shkoz, ka marrë shtëpi nga Bashkia e Tiranës? Jo, ja ta tregoj Marcela. Mami ime ka jetu me qera. Nga pa mundësia që s'ka pas për të pagu ujtin, për të pagu drita me 100.000 lekë që mami merr, që ajo është e paralizuar është në karrocë. E pa mundur për të la qeran, e pa mundur për të marrë një ilaç për këmbët e vet që nuk ecën. E pa mundur për të ble pampersën e vetës vetë, pa mundur për të ngrënë bukë, e pa mundur për të la ujtin dritat. Është e pa mundur. Unë, Odeta, sa kam pas mundësi sa ajo është mami ime, është shpirti ime, më djek shpirti shumë për atë. Sa kam pas mundësi, unë ja kam dërgu 50, 60, 70, 100. Sa kam pas mundësin time. Mami ka dalë nga shtëpia me qera, motra që jeton tani për momentin mami ime, ka 8 kalamaj për vetën e vetë. Mami është shumë në siklet. Ajo kërkon një ndihmë, më shkruajti mu, keqen mami, më thamu. Shkruaj nga një institucioni tha që kam, thamu, ka marrë bashkinë, ka marrë njësin, numër 2 në Lidem. I kam shkruajtur të gjithë Odeta, kotë ca kanë ardhë e kanë verifiku, i kanë bërë ca budalli që ke këmbët që nuk ecën dhe asë një lloj ndihme, Odeta, asë një lloj ndihme nuk ka pas mami ime nga këto njerëzit. Nuk e di, si mund ta lej një person paralizuar me rrugëve, si mund ta lej një person pa një ndihmë, si mund ta lej një person pa një kujdestari. Mami sa vjeç është? Është na 54 vjeçë. Si quhet nëna? Eva Sula. Eva Sula. Por çfarë ka ndodhur me Evën që ka përfunduar në karrike me rrota?
mami ka bërë një aksident ku kam qenë unë 7 vjeçe. Para shumë viteve? Para shumë viteve kam qenë e vogël. Por si ndodhi aksidenti? Ka qenë në punë të fshin, nëse di këto pastrim gjelbrimi. Po, e di, patjetër, ka qenë punojës e bashkisë. Bravo. Po. Në Tiranë? Në Tiranë. Po, ke rruga Gjutaësimi. E kanë përplasur me makinë? Po, e kanë përplasur me makinë, e kanë hedhur shumë nalt, edhe mami ka qenë 2 muaj gjendje këmbë. Pastaj masi u smur mami, babi e braktisi. E braktisi me 5 kalamaj. E dashu Marcela, se sinqerisht më preke me këtë histori. Para 26 viteve i bie llogaria, kur ti ke qenë 7 vjeç, nëna juaj kreu një aksident dhe ka qenë viti 1999, mos gaboj, ë? Kështu i bie llogaria. Për zotin të them të drejtën, Odeta, me babai nuk na ka çuar asnjë në shkollë dhe nuk di llogari, me të thënë drejtën. Pse ti nuk e bër asnjë klasë shkollë? Ja, të 5 kalamajt të mamit asnjë s'ka bërë shkollë. Asnjëri. Më lejon të të pyes? Po. Ju keni jetuar në kryeqytet në Tiranë? Po. Unë shpinën time të vajzërisë e kam pas ke rruga Gjutaësim 255. Po. E martume kam qenë këtu në studio. Jo, me nënën dhe babain, ku keni jetuar? Ke rruga Gjutaësim. Dhe babai si quhet? Ramazan Hasani. Ramazani dhe Eva, pra 2 prindit e tu, sollën jetë 5 fëmijë. 5 fëmijë, Odeta, që kena vutur të rjeka. Si jeni? 3 motra dhe 2 vëllezër, si jeni të ndarë? 4 motra dhe 1 vëlla. Ti ke qenë 7 vjeç kur babai të ka braktisur? Po. Por çfarë ndodhi? Nëna pasi bëri aksidentin, babai pse e braktisi? E braktisi donte të krijonte jetën e vet, Odeta. Mami ishte e smur, mami paralizu, mami nuk ecste më. Mami me një pensionin e vet që liti shteti në rriste ne, Odeta. Ne dimnim lypni për një copë bukë. Ashtu i në rritur rrugëve, ku me bukë, ku pa bukë. Prandaj për mami më vjen shumë keq që ka një jetë që është nga babi, gjëri sot ajo vu. Unë, Odeta, jam në Francë dhe kam marrë një status të mbrojtje nga Shqipëria. Dhe këtu ku shteti më ka marrë mbrojtje me 5 fëmijët e mi, kam pasur probleme në Shqipëri, edhe kam marrë letra 10 vjeçare, dhe nuk më lejohet në Shqipëri. Dhe këtu më kam qenë në depresion nga problemet që kam pasur në Shqipëri. Kalova keq. Këtu falë Francës u mjekova me medikament. Dhe je trajtuar dhe me psikolog, besoj. Je trajtuar dhe me psikolog aty. Po. Psikologët i kam, edhe pse jam mirë, psikologët më ndjegjen vazhdimisht. Dhe më vjen mirë që e ke kaluar atë moment të vështirë, depresioni që ke kaluar. Shumë keq, rria mbyllur, nuk doja të folja me njëri, çdo njeri që më jepte një udhëzim për të mirë më dukte çdo gjë negativ. Të them të drejtën, nga depresioni nuk doja dot 2 gocat e vegjël i rrifja. Isha shumë keq, doja të çaja durët e mi. Nga mdefi që kisha doja t'i bia në i xhamit, në i gjë që të nxirja sikletin tim që kisha, ku ka marrë në Francë, ka marrë shumë keq, Odeta, sa ka marrë dhe fëmijët e mi për dalë mes trenit. Nuk doja t'jetoja më. Histori e dhimbshme, e dashur Marcela, por do të pyes ditën e sotme dhe do ndalemi tek nëna, apo do flas dhe për jetën tënde, më vi ka shumë keq për ty. Marcela, momenti që nëna bëri aksidentin, më the që qëndroi 2 muaj në koma. 2 muaj në koma, nuk e maj me mirë, Odeta, se kam qenë e vogël, thjesht ku e maj me si sot, mamin e kanë sjellë me një barel të shtrirë, me ambulancë, në shtëpi dhe unë çaja mbi mamën. Mami me ka vdekur, thoya. Ka vdekur dhe mami thjesht ishte ajo qafa, e mbaj me si sot, Odeta, që të mban qafën kështu, si thuhet asaj. Aparati. Qafore, më duket. Qafore, një aparat kur ke, po. Po, që mami mos lëviste, edhe mami thotë vetëm kaq që mami nuk ka vdekje gjë. Po, ajo Odeta ka një histori shumë të dhimbshme. Që nuk ka parë një ditë barë që kush ndala babi, ose po ta them që ditën që e bëri aksident, se dhe kur digjoj këto më kap një gërcë në fyt që nuk i nxjerr dot fjalët e mamit. Ajo po vun shumë, Odeta.
pa shtëpi, pa katani, me një pension. Një herë merr një fëmijë, një herë merr motra tjetër, një herë thot ajo motra tjetër nuk e marr dot mamin se jam rrugëve për vete. Dhe ku më del mami që më qanë kamër, thot oj Marcel, po lozin me mami si top futbolli. Vetëm se nuk më ecin të komët, thot, se vetëm mënyrë është të marrë një helmë të pita vdes. Të mërshme. Të mënoj mami, o qa të dojë me mami, themon, o shturp me mami që është në azil, them. O shturp me nonë, si të shkosht në azil, po dhe nona kështu të vujt nuk rrijet, thot. Pa ushla, nuk i kanë kusht ato deta. Unë nuk mundër ta marrë mamin këtu deta, se unë kam një asistente që më ndjek, mua dhe fëmijët e mi që janë në shkollë. Unë ndjek një shkollë për gjuhën që këtu gjuha franceze është shumë e rëndësishme për ta mësuar. Shumë e rëndësishme është, nuk e dim sa më kupton për gjuhën që pa gjuhë këtu jetë zero. Normal, të kuptoj, është rëndësishme në një vend ku jeton po s'ditë gjuhën. Po, unë duhet marroj shkollën që shteti ma ka dhënë me detyrim dhe duhet të gjej një punë për të ecur përpara, se unë këtu po jetoj me lekët e shtetit që më Franca. Është e kuptueshme. Dhe ato lekët Marcela që marr, do lash drita, do lash ujkin, do lash kontiren e fëmijëve të shkollës, do lash asuranca, po këtu në shkollë duan fëmijë të blejnë diçka për të vesh, për të mbathur, e ish një 50 që 100 që ja çe mami që mos më rri pa bukë. Dhe është e kuptueshme, dashur Marcela, të kuptoj, nuk është emigracioni fush me lule, unë e kuptoj këtë gjë, por mami kur doli nga spitali dhe erdhi ashtu në Barel, që atë ditë, ajo nuk u ngrit më prej krevatit? Ngret të deta, ka qenë më mirë, vazhdovi të hecte. Po. Kam lindur çunin në 2016, 2006 kam lindur çunin e mami më ka ardhur martinitet, më ka blerë me ëngër, bëra një darkë me pjesëtarët e familjes të burrit, mami më erdhi. O sa vinte, muj mas muj, gjendja u përkësonte. U përkësonte dhe sa vinte muj për muj, u deshte një person të mbante ka krau, që ajo të ecë të drejt. Se në qoftë se nuk e mante një person, ta shoqëronte nga krau, ajo hikte shtremët dhe hecte. Dhe kur nëna zuri vend, le ta quajmë, dhe nuk eci më? Ka 5-6 vjet që mami nuk ecën. 5-6 vite që nëna juaj fatkeqësisht nuk ecën më. Por në momentin që nëna bëri aksidentin, erdhi në shtëpi, e mori veten dhe u ngrit në këmbë, babai pse e braktisi? Nuk e donte më? Jo. Ai mas aksidentit mamit maksimumi 2 muaj, ai u martu me tjetër. E braktisi mami, ose mami nuk na braktisi, mami na mbajti. Ai për mu nuk ekziston, ti thuash fjalë pap. Ai dhe robi. Na la 5 fëmijë të rrugë. Dhe i kujtoj vutit e fëmërisë time. Pak nga martesa që si kam pas gjërat mirë, nuk funksionoshin gjërat mirë. Pak këto fëmërin to si na rritur, njoni me buk, njoni pa buk. Kena pas qa komshia aty na shikoshim që rishim pa ngrë, na i pëshim gjys buke, na i pëshim djallë, i kujtoj shumë gjëna, në zina ka rritu mami 5 kalëma. Por babai heroin është nëna juaj, pa dyshim. Pa një odeta nuk e duhet të mami, më që duhet ju shkruajta. Thash, e vetë një zhjithë është që ti shkruaj tani është odetës, që ja kam pa gjithë emisionet, të ketë një zhjithë për mamin. Dhe unë uroj dhe shpresoj. Pak të lidhet një bënë qëraje. Unë uroj dhe shpresoj që zëri jo të dëgjohet dhe të merret masa për nënën tuaj. E dashur Marcela, patjetër që do bëj të pamundurën për ta ndihmuar nënën tënde, se ky është qëllimi, por në momentin që babai ju braktisi, u martua me dikë tjetër, ju si fëmijë që ishit të vegjël, ti 7 vjeç, por motrat sa vjeç ishin? Ishte motra 10 vjeçe, isha unë 7 vjeçe, ishte vllai 8 muajsh, na kalon shumë të vegjël ta. Ju kishit kontakte me babain? Ai vinte ju takonte? Jo, fare, Odeta, fare. U martua po në Tiranë? Po ku shkëmbeheshit? Po në Tiranë. Po ku shkëmbeheshit me babain? Ai nuk ju fliste?
Jo, dita nuk na fol, nuk na ka dash babi, që ku na braktisi që la mami dhe ne nuk ka qenë i dhënë mas nesh. As nuk interesonte se ishim gjalla apo ishim vdekur ne. Veç mami. Por sot që je në moshë madhore, nuk ke kontakte me babain. As nuk dua t'ja di o dita kush është ai. Veç për vutet ku i kujtoj. 5 kalamaj rrugëve, 5 fëmijë rrugëve, nuk i thoj një o dita. Për nënën, në këtë ditë po e flas për periudhën e mamit. Ka qenë shumë e vështirë, nuk ka qenë një fëmijë, ka qenë 5 fëmijë. Njëri mas tjetri, vllai ka qenë 8 muajsh e majmen, e ushqeshi me kos kur kërkonte ta hante. Ka qenë motra tjetër 5 vjeçe, me kjo Gjuana që mami rrin sot. Ka qenë motra tjetër, nuk e maj me mirë, dita se kanë shumë. Keni qenë të vegjël, keni qenë të gjithë të vegjël. Po, maksimumi vllai 8 muajsh. Më i vogli, por me njerëzit e babait, me gjyshin, jeni bër, ata ju përkrahën? Babi mamit, babi time, nga babi, gjyshi, ai te kena pas shumë kujdes. Shumë. Që ai sot nuk jeton më. Shumë deta. Ai ka qenë një bab për ne. Ai nusën e babi time nuk e ka dashur kur. Se ka njohur për nuse edhe pse babi në na praktisi gjyshi, do të thon babit ka njohur për nuse mamin tim. Edhe be babin uzinte për ne, për mamin, uzinte. Sollini jetë fëmijë babai nga martesa e dytë, ke motër dhe vëllezër? Dy motra. As me ato nuk e kontakta? Jo, dita për çati du. Babi, nuk është fjalë për t'ia thon babi aty, por nga respekti jot po i them babi, se unë nuk dua t'ia përmend emrin aty. E di pse nuk e dua dita edhe nuk i dua ato, se babi asnjë nuk na dha dashurinë. Ose këta dy që bëri me këtë nusën tjetër i ka dhënë dashurinë që nuk e kam pa ndonjë nga një bab, nga një prindër. Nga mami po nga babi asnjë në botë. Asnjë në botë. E dashur Marcela, sinqerisht u preka nga gjithë kjo histori që po më rrëfen sot dhe ti ke vite që nuk flet me babain tënd, nuk ke më dashuri për atë, por kjo dashuri me sa po kuptoj të shkthyer në urrëtie. Në urrëtie, dhe ta kujt të gjithë dhutit e tona në urrëtie. Mirë për ne, se u martum të vegjël. Jam martum 13 vjeçë, 14 vjeçë, kam lindur çunin. E madhe sot çunin e kam 19 vjeç. Sa e vogël je martuar? Dita, di pse u martum të vegjël? Se babai na praktisi. Të gjithë fëmijët, do të thon 4 gocat që ka mami na martu gjithë të vegjël. Të gjithë dita të vegjël na martu, se mami ishte e smur. Normal që një femër pa përkrahjen e një prindri të ta merrte rrugën e keqe dhe unë e pranoj atë gjë. Nëse do ta kishe babain tënd përballë siç më ke mua sot dhe do të fliste, çfarë do i thoshe ti? Pas kaq shumë vitesh, 26 viteve që nuk e takon. Do t'i thoja vetëm kaq që nuk ja bëj Allah vutjet e mamit time dhe të tonë. Kaq. Allah do t'ja bëj atë. Se mami ime vetëm lot ka kësut. Vetëm vutje ka mami. Tani gjysh historinë e mamit tim, ti ajo smurë dridhet bën to. E të shumë Marcela, më the që u martova 3... Po zemër, po të dëgjoj, po. Prandaj Odeta, i lutem më shumë, nuk e di çfarë do të falenderoja, që ti do bëhet diçka për mamin tim, që ajo pra aq jetë sa i ka ngelur, të jetoj si gjithë të tjerë. Ti pak më parë, e dashur Marcela, më thej që nuk duam ta çojmë në azil. E dashur, jo. Më dëgjoj me vëmendje. Ndonjëherë kur fëmijët janë larg, siç jeni ju për shembull në Francë dhe e ke të pamundur të kujdesesh për nënën, ndoshta nënës mund t'i ofrohet një bonus qiraje, por ajo do një njerëz që t'i shërbejë 24 orë. Do një mjek, një infermier që të kujdeset për shëndetin e saj, gjë të cilën ju si fëmijë nuk ja ofroni dot. Ti jo se je në Francë, por më tregove që edhe motrat e tjera nuk e kanë mundësinë. Ndoshta azili është zgjidhja më e mirë për nënën, mendoj unë. Do ketë kujdes nga mjeku, do ketë infermier 24 orë, do ketë një ushqim të shëndetshëm që do haj, do i ketë të gjitha.
Dhe ndonjëherë ne shikojmë azilin si ajo shtëpia për të moshuarit që braktisen nga fëmijët, por jo, nuk është kështu. Azili është shtëpia e të moshuarve që ata të jenë të lumtur aty, jo të trishtuar. Aty kanë bashkëmoshatar ku mund të pinë kafe, mund të qajnë hallet me njëri tjetrin, mund të flasin, gjë të cilën shumë të moshuar në Shqipëri, edhe pse janë mirë me shëndet, ju thahet goja. Prandaj them që aty shumë të moshuar që nuk kanë probleme me shëndetin e tyre, i kanë fëmijët jashtë shtetit dhe jetojnë vetëm, nuk kanë me këtë flasin, nuk kanë me këtë të pinë një kafe, nuk kanë me këtë të diskutojnë, vetëm thjesht fakti se fëmijët apo vetë prindit e kanë turp të shkojnë në azil. Por azili është një zgjidhje. Ma beso, unë jam e re tani në mosh, por kur flas me bashkëshortin tim, i them zgjidhja më e mirë kur unë të jem në moshë madhore dhe ai është azili. Larg qoftë nëse ndonjëri prej neve do ngelet vetëm se jetës nuk i dihet, kush do të vdes i pari dhe i dyti, azili është zgjidhja më e mirë. Kështu që mos e mendo azilin si diçka që po vajti nëna atij është keq. Jo, është një gjë shumë e mirë. Madje, ma beso, në azilet shtetërore në Shqipëri është vështirë të gjesh një vend të lirë, se janë zënë të gjitha vendet. Duhet të kesh mik, ta them troç, që të futesh një njeri në azile shtetërore, sepse privatet janë me shumicë, por është kosto e madhe që ju se përballoni dot, është 1200-1500 euro muaj, gjë të cilën ti nuk e përballon dot, as ti as motra dhe vëllezrit. Kështu që shikoje si një mundësi, nuk është turp. Nuk është turp, ma beso, unë të paktën e di pse ka marr unë në ka menduar shumë mirë sa mami të rri të vuaj, pa la, pa shpla, pa kujdes, pa një medikament, pa ngrem po që po. Të gjithë këto, unë e ka menduar shumë mirë ke fjala jote që ti e ke thonë, po fjala e njerëzve, unë e përjetoj shumë keq. Marcela, ne nuk jetojmë për fqinjët, nuk jetojmë për njerëzit, ne jetojmë për veten tonë. Po ku ndigjoj një person që bën thashë theme, ose përmend emrin time, ose thënë, po Marcela ishte në Francë, po si e çovi në vetë atje nuk ka turpa. Për shembull, flasin shumë odita dhe unë e përjetoj shumë keq thashë themin e njerëzve. E qartë, prekesh nga fjalët e njerëzve, por unë të them mos i dëgjoj fare dhe mos i merr për bazë njerëzit. Ajo që është më rëndësishme është që nga dera e shtëpisë e brenda ti shikojmë hallet tona dhe ti zgjidhim dhe ti jemi në paqe me veten tonë, se ç'a ndodh jashtë derës të mos na interesoj fare. Unë dua deta vetëm mami të rregulloj diçka për mamin, për aq sa i ka ngel nga jeta e saj, të buzëqeshit dhe ajo si gjithë të tjerët. Dhe unë të jem e kënaqshme për mamin time. Ajo është e re. Ajo është 54 vjeç, është shumë e re në moshë. Dhe padyshim që më vjen keq jeton në këtë lloj kushte, por mendoje si opsion azilin, vendosni ju, nuk vendos unë. Por mami është e vendosur që thot unë të shkoj ke një azil, boll më kanë hedhur fëmijët, ma ka thon troç. Boll më kanë hedhur fëmijët sa këte sande. Oj mami, them, po ç'a të bëj Marcela, sa ka mundësi, po bëj diçka. Nuk du mami mua si gjë për teje, ke bo për mua, ke la qira, ke la drita, ke se lek për buk, ke familjen tatë. Oj ma, derisa ti është gjallë ti, si e, unë do të timoj se të kam shpirtin tim, me zina ke rrit. Kush është ajo non që i man fëmijë, 5 fëmijë të praktisë ma e, odeta, sot i praktisin fëmijët, nuk dua t'ja din fare, i leni java kasin. Ose mami jonë nuk e ka bërë të gjë. E qartë, është pika jote më e dobët dhe unë të besoj për këtë pjesë. Por unë sinqerisht do interesohem edhe teknisia bashkiake që juve ju kap, do flasim dhe pas kujtave të dyja bashkë, do interesohem për të bërë gjithë procedura, qoftë për një bonus qiraje, qoftë për një kujdestar që ajo mami trajtohet me kemp? Po, merr 100.000 lekë. Por ajo është e paralizuar, pse merr kaq pak? 100.000 lekë merr odeta, sa ajo të ketë kujdestarin e vet, ajo pagon një person për të kujdesur. Pa është e pamundur odeta me e marr. Por nëse ajo është në karrike me rrota, nuk lëviz, ka nevojë për kujdestar, këtë gjë ajo e përfiton. I lamrova këto, mami ishte rrëdzu dhe gjysmën e këmbës, nga cepi këtu odeta, gjeri poshke ky që mami ka qenë allçi. Po, se nuk i mban trupi, po shkonte në banjë.
Shkun këto e morën me kamerë incizun, e iku ajo ambulanca, e mori ke shtëpia motrës, e çun ke spitali ke pesa, i bon gjithë ekzaminimet, e vizitoi doktori. Nuk i dhan kemp, i dhan vetëm 100.000 lekë. Jo, e kishte mami pensionin. Mami asje nuk është ndërprer pensionin, që po është smur. Po ç'a i bën? Ja ndërpren? Jo, mami e çun, do me thonë që të merrte kujdestarin, që të fitonte mami kujdestarin. Unë ke spitali ke pesa, e shtrun, ja bon egzamimet, e mori fletale nga spitali që smundje mami ka. Epikrisa. I qem ke yria, e kam yria në WhatsApp sot e sot. Dhe i them, yrie, mos ma sill mami më vërdar, ajo është e smunme, boja kujdestarin se e ka marrë nga spitali nga pesa, sot të dena për marrin njerëz që nuk janë të smur, jo nëna ime që ka vite e paralizume. Vite e ka marrë njerë të ecin kom. Dhe nënës nuk ja dhanë, e qartë, e kuptova, Marcela. E dashur Marcela, sinqerisht do bëj të pamundurën edhe për kempin, për të interesuar për të gjitha për nënën tuaj, për zonjën Eva, këtë 54 vjeçare, e cila është braktisur nga bashorti para 26 viteve dhe ka qenë e re në moshë atëre, shumë e re, që ka ngelur e vetme. Edhe ku ecte, dhe ku ka qenë që ecte mami, i thonte gjyshja nënave, i thonte që ti e re do martosh, nuk martohem unë me tjetër se e kam këtu, dita. Të betojnë për kokë të fëmijëve, e kam këtu. Jam tip që i mbaj shumë nga grembe. I thonte gjyshja që martohu, se burri jo të martu, ti e re do martohesh. I thonte mami, të martohem mu, të vetë njërë ku të kapi fëmijët e mi, kur në jetën tim, thonte, do rris fëmijët e mi. Kush është ajo nojnë në dita që e bon këtë gjë? Nuk u martua kur dhe u rriti juve? Jo, dita, nuk u martu kur në rritin e. Në rritin e dhe sot për vun pik në zezës. E dashur Marcela. Më ka marrë madhe o deta ta shikoj njerë buzëqeshme në sajt në ftyrë. E di mu ka qeshur ajo deta? Që ka qenë, unë ja kam pa buzëqeshme në ftyrë asaj. Para se të nisë në Francë, që kam jetu në Shqipëri, çdo ditë stune o deta shkoja ke mami, ke të familje ku ka qenë me qera, çdo ditë stune, ose kishte rast edhe ditë për ditë o deta. Kishte raste shkoja ditë stune, ditë diele, varet se si i kisha punën tunë. Shkoja, e laja o deta, i psha me ongur, ja pastroja shpin, e ulqa ke kërvati, ja leja gjithë gjonat gati, që që për të ngrën, edhe më falenderote mu, ma më bëf shajër minon, që vje më lavje më bë. Që atere, o deta e kam pa busjeshën Marcela asaj në ftyrë, ama sa kam ikë në Francë, unë o deta, unë busjeshën ke mamin nuk e kam pa mu. Nuk e kam pa mu. Më vjen shumë keq, sinqerisht uroj që ti rikthehet buzëqeshja asaj zonje. E dashur Marcela, pse u detyrove të ikje në Francë ti dhe braktisë Shqipërinë? Kam pas të probleme në Shqipëri, dhe ika nga Shqipëria. Mora fëmijët dhe ika. Ju nuk jetoni me burrin, jeni ndarë? Për momentin kështu jemi. Të ndam. Ai jeton në Shqipëri, ti ka ardhur në Francë? Jo, ka ardhur ai në Francë. Edhe ai në Francë. Këtu jam me letrat e divorcit, të mijat. Shkaku ishte bashorti që u largove, apo problem? Ai po që po, nga problemet që e ka pas nga jeta vetë, pastaj njoni mas tjetrit, mu shtun në deta shumë, vendosa tika se nuk mund që do të mu. Në Shqipëri ishte e vetë mja zgjidhje që o të vrisja vetën, ose të praktisja 5.000 dhe t'ikja ke njerëz të mi në Itali. Po nuk mund sa dhe ta thash i la mami me 5.000, t'i leju 5.000. Edhe nuk i praktisa. Te ke bërë gjën më të mirë, një nënës do t'i praktisi kur fëmijët e saj. Në jetën time, se jam rrit vetë o deta jetime, kur në jetën time nuk do përfundoj t'i praktisë fëmijët e mi, do luftoj për fëmijët e mi, gjëri sa unë t'kem jetën. Do kujtoj fëmërinë time që kam kaluar, pastaj të më kalon fëmijët e mi. U martove 13 vjeç dhe jetesa jote ka qenë e mirë te bashkëshorti? Fillimet e para po, pastaj jo. Fillimet e para po, pastaj jo. Dhe më vjen mirë që aty ke arritur të fitosh letrat. Po. Por fëmijët si e kanë pritur ndarjen me babain e tyre? Aty kam pas për krah, dita. I kam pas të rritën time për krah.
Më vjen mirë. Sa fëmijë ke? 15. Po. Vajza si ke të ndarë? Vajza djem? 3 çuna, 2 goca. Me jetë ti kesh. Çfarë moshe kanë fëmijët? Djali i madh është 19, kam çunin tjetër 17, kam tjetrin 14, kam gocën 7 vjeçë, kam gocën 4 vjeçë. Që nga të rritur. Pjesa me madhe që nga të rritur dhe... Falenderoj Zotin që i kam deta. Do t'i kesh krah nesër, pa tjetër. I kam në krah deta, i kam. Dhe më vjen mirë. E kërkojnë babajnë e tyre? Jo. Jo. Mendon t'i japësh një mundësi babait të tyre për t'u bashkuar? Jo. I ke dhënë fund. Po. Çfarë ke menduar Marcela për jetën tënde? Je shumë e re. Ndoshta nëna juaj kur u braktis nga burri vendosi mos martohej më. Ja, nuk martohej më dita. Asun. Je shumë. Do rris fëmijët e mi. Letia me di që jam e re, po nuk e kam menduar. Tu thjesht të rris fëmijët e mi. Ti rris, ti edukoj, ti shkoj në shkollë, të vazhdoj një punë, të ecim përpara, jetën e kam përpara, shtëpinë e kanë marrë nga shteti, të ecim përpara për jetën e vet. Unë si Marcel nuk kam pa gjën fëmërin tim, për pak më ta gëzoj fëmijët e mi. Gjithsesi, zemër, ti je rritur dhe absolutisht vendos ti për jetën tënde, por thjesht jap një këshill. Ke vuajtur kaq shumë në fëmijëri, je braktisur nga babai, je rritur me një nën të sëmur që ka dhënë shpirtin për ju, derisa të nxirrte në jetë. Je martuar, ke patur një jetë të trazuar në martesën tënde. Mendon se të largohesh, e ke ardhur në Francë, ke vuajtur dhe aty se nuk ka qenë lehtë fillimi në Francë. Jo, dita s'ka qenë lehtë për mua. Me 5 fëmijë të jetosh rrugëve në apër kampe, në apër gjona ka qenë shumë e vështirë dhe për mua. Patjetër, dhe e besoj këtë gjë. Dhe ta dënosh veten tënde kaq rënd që ti thuash stop. Kjo ishte jeta ime, mbaroj, unë do merrem vetëm me rritjen e fëmijëve. Fëmijët i kesh me jetë, ata do rriten, do martohen, do krijojnë familjen, ti u ke dhënë një edukatë shumë e rëndësishme, ti ke prindëruar për ta dhe i ke edukuar dhe po shkollohen dhe gjëja më mirë shkollimi. Gabimet që janë bërë me ty, mos lejo të bëhen te fëmijët e tu. Shkolloj fëmijët. Shkolla është kryesore. Ata do shkollohen, do martohen, do gëzojnë gratë, bashkëshortët e tyre, fëmijët e tyre. Ti je shumë e re. Mos e dëno veten kaq rënd. Kam mbyllur dita me fëmijët e mi. Të betohem ke fëmijët, për kohë të 5 fëmijëve kam mbyllur jetën me fëmijët e mi, kam thonë që unë do rris fëmijët e mi. Nuk du që ti rris fëmijët e mi me një urrëtie, të mendojnë mami ime kështu, mami, unë nuk e di, unë kështu tipin kam. Që du që nesër pasi se më dalit i thojnë fëmijëve të mi, për shembull filani si Shqipëri që flasin shumë. Por ti nuk jeton në Shqipëri, në Francë. Po, jetoj në Francë, po ne jam atë e mentalitetin e Shqipërisë la. Sepse fëmijët e tu po rriten në një vend tjetër, po marrin një edukat tjetër, është një stil tjetër i të jetuarit aty, nuk është ajo Shqipëria që bën akoma thashë theme. Jo, shumë vërtet, unë këtu s'kam asnjë shqiptar, janë gjithë francezë, jam një lagje shumë e qetë, çuni i madh më punon, është martuar çuni i madhe, pres të bëjmë gjyshe. Bo, sa e re je për të bërë gjyshe. Kam pastaj çunin e dytë që bën një stazh për shtetin këtu, pagohet një pak të vogël, kam çunin në kolegj, i thënë këtu, kam gocën klasë 2, kam edhe gocën parashkollore. Kështu që unë merrem me shkollën për të mësuar gjuhën. Edhe bën shumë mirë, Merrem me një aktivitet me asistencat që nuk më lejen odeta. Ata ndu vetëm që thojnë në mosri, je shumë e trishtuar. Pse nuk merr aktivitet, pse nuk bën kështu? Dhe aktivizohu sepse të bën mirë. Aktivizimi në aktivitete të ndryshme, po merresh me studime shkollën, gjën më të mirë, asnjëherë nuk është vonë për shkollën, asnjëherë nuk është vonë për libra, kështu që ke bërë shumë mirë. E dashu Marcela, dua të të pyes, ditën e parë që mbrite në Francë, si ka qenë? Shumë e vështirë, deta zgja ku ti ke me 5 fëmijë. Thjesht kam zbrit nga fugoni dhe rria kështu shikoja ku jam këtu. Ka qenë me disa raste që doja më dorëzon polici për të kthyer pas Shqipërit, po jo, thash, nuk do dorëzon. Pyesja njerëzit azil demond. Disa më qelloshin shqiptarë, disa më qelloshin kështu.
Nuk e kam treguar historinë time që regjistrojnë këtu për azil, më kanë shtruar direkt në hotel. Direkt, ta nuk më kanë lënë rrugë. Më ka dhënë mbështetje shumë të madhe. Që ditën e parë u strehove në hotel? Maksimumi kam vujt 4 ditë. 4 ditë. 4 ditë e para ku qëndrove? Ja, shumë në për cepa, në për çadra, si me shqiptarët këtu. Rria me fëmijët, se kishte njerëz pjanica, mbledhja fëmijët i mbaja aty ku ndate buka që ishte për të azilantët, shkoja merrja bukën atje, e maja për fëmijët. Të mërshme ta mendosh. Dhe falenderoj Zotin që jam këtu. Falenderoj Zotin që jam këtu. Dhe sinqerisht, fal Zotit se ti u paraqite në zyrat e azilit, tregove historinë tënde, ata menjëherë të strehuan. Menjëherë dita. Por aktualisht ti je në hotel, e strehuar për të kanë dhënë një banesë, kanë dhënë banesë. Jo, më kanë dhënë shtëpinë. Më kanë dhënë shtëpinë time. Pas sa kohë është të pajisën me shtëpi? Kam netur nga hoteli, kam netur 5 muaj, pastaj dola me një kamp, po kampi ishte si shtëpi. Po, e qartë, e kuptoj. Aty u takova me ca familjar, më mbështetën shumë veta, dhe pse si ishin do rajon e Gjipjan, ishin dorë tjetër, më kanë mbështetur shumë. Nuk më leni një sekond vetëm, Marcela, hajde pi kafe, mos rri vetëm, po pse rri më rëto, pse qëndë, ku i ke hallin, këte janë ne. Ke njerëzit që i besoja që ma ndite zemra që kjo është e mirë, se ndonjëherë femra ka nevojë të flasë me dikë. E vërtet. Dhe unë pa folur me ata dhe ata më kanë mbajtur shumë afër dhe ku nuk më dilçin lekët e azilit për kalamaj, kjo shoqja ime ka qenë në dispozicion për çdo ndihmë. Dhe Zoti ju a bëft mbar të gjithë atyre që të kanë ndihmuar, por fëmijët si e pritën, janë trembur besoj në fillim. Shoka që edhe për fëmijët, qëndrimi në rrugë. Kërkoshin arsye, kërkoshin shumë gjona, po nuk kam dashur asnjë që ta ndoja historinë time. Asnjë. E kam mbajtur sërë në veten time. Por ata e dinë që problemet që pate me babain ti u divorcove dhe ky ishte shkaku që u largove më pas. Jo, në Shqipëri nuk i ka, domethënë ndame nga burri. I ka i thash u shkoj ke halla ime. Është histori shumë e trazuar teta, që nuk dua t'i kujtoj. Dhe nuk do të pyes. Nuk do të pyes që të gacmoj dhe të futesh në është histori shumë e gjatë, nuk dua t'i përmend kalumën time. S'kan ardhur. Më fal që të pyeta. S'ka problem, se po flasim, fal psikologos, unë i kam i lëmbënu këto se dhe gjumë nuk më leni të flija. Dhe gjumë i kisha para syve të mirë çdo gjë. Por fatmirësisht ato gjëra kanë ikur, gjërat e këqija kanë ikur. Kështu që tani le të themi ke fituar atë lirinë, je e lirë, bën jetën që do, nuk e më pëngesa, nuk e më kërcënime, nuk e më asgjë dhe Zoti ta bëft mbar. Por më erdhi shumë keq sepse kur ti më shkruaj mesazhin se lexova që nëna është në vështirësi dhe kam nevojë për ndihmë, gjithë biseda jonë ishte për nënën, pavarësisht se ti foli edhe për jetën tënde e dashur Marcela. Dua të rikthehemi te zonja Eva. Ajo aktualisht jeton tek e bia, tek motra jote. Dhe kushtet nuk janë të mira. Jo, dita katastrofë ditë. Dhe drita nuk kanë ata aty. Por nga 3 vajzat dhe nga vllai, askush nuk ka mundësi që të kujdeset për nënën? Jo, dita, janë gjithë pa punë, janë gjithë me qëra, njëri la qëra, njëri s'ka lek me ulur buk, njëri ka dal nga shtëpia. Janë të allakatur gjithë, dita, gjithë, janë shumë allakat. Dhe nëna të kërkon vetëm ty ndihmë? Vetëm mua më kërkon ndihmë, dita. Unë i kam thënë, po të isha në Shqipëri, siç nuk e kam lënë, nuk do ta leja kur derisa ajo të kishte jetën nga Zoti nal. Nuk do ta leja kur. Unë ku kam qenë në Shqipëri, im shoqe ka ndihmuar shumë mamin tim. Bravo. E merrte edhe me makinë, ke shtëpia me qera ku jetonte mami, masi të në shtëpi mu. Hajde plake i thonte. Ika unë ajo u allakat o dita. U allakat komplet. Dhe më vjen keq, sinqerisht më vjen keq. Gjithsesi, e dashur Marcel, ne do flasim të dyja, edhe në ditët në vijim, unë do bëj të pamundur për ta ndihmuar nënën tënde Evën,
nëse ti ke mundësi të më dërgosh edhe numrin e Evës, nëse ajo ka një numër celulari, të lidhem vetë me zonjën Eva dhe uroj që zëri jo të dëgjohet dhe uroj që zonja Eva të marrë një zgjidhje. Faleminderit shumë Odeta që më prigje. Faleminderit dhe për punën që bën. Uroj, shpresoj që të bëj diçka për mamin time. Lutemi të bëj diçka për zonjën Eva. Mirë, të përshëndes e dashur, të përshëndes. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Urojmë dhe shpresojmë që të merren masa nga institucionet për 24 vjeçaren Eva Sula, e cila son ndodhet një karike me rrota, dhe bija e saj, pikërisht Marcela nga Franca, kërkoi ndihmë për nënën. I premtova që të bëj të pamundur për të lidhur me institucionet dhe uroj që zëri i tyre të dëgjohet. Mirë, unë falenderoj dhe juve që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.